Bashkëpunimi ushtarak po vjen, në rast blerja e pajisjeve dhe municioneve me administratën aktuale po shkon edhe më mirë. Kurse në shtyllën e zhvillimit, qeveria jonë hoqi tarifën 10% ndaj produkteve me origjinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Administrata e re atje vazhdoi programin kompakt të korporatës së sfidave të mbivjeçarit MCC për Republikën e Kosovës. Kritika ka dhe për faktin se shpesh marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës shndrohen në beteja të politikave ditore në Prishtinë. Dhënia në rrezik e aleancave strategjike për një grusht votash nuk shihet si veprim i zgjuar. Me të them të drejtën, jemi sinqert, më duket sikur po bëhet kjo lloj sakrifice për politika të brendshme. Dhe nuk më vjen mirë që të krijohen çarje apo krise të tilla me politikën amerikane dhe me Amerikën si një shtet mjaft i fuqishëm sot dhe që Kosova dhe shqiptarët kanë nevojë për këtë lloj mbështetje. Po është e vërtetë, fatkeqësisht nuk do doja të ishte kështu, por të gjitha këto veprime po e kanë bazën të elektoratja, të votat, dhe natyrisht që kjo nuk është e mirë, sepse ne nuk e kemi komoditetin me rreziku aleancën me Shtetet e Bashkuara në radhë parë dhe me vende tjera që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për lirinë, për pavarësinë dhe shtendërtimin e Republikës tonë. Pra duhet të jemi kujdesshëm. Për të ardhmen e raporteve mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara do të tregoj koha. Ambasada amerikane i tha dy CNN se do të vëzhgojë veprimet e qeverisë në detyrë. Si test i parë, pritet të jetë zgjedhja në kryetarit të kuvendit nga radhët të komunitetit serb, e më pas edhe zgjedhjet lokale. Pa dyshim që do të kërkohet të mos ndërmerret asnjë veprim në mbylljen e strukturave paralele që operojnë në fushën e arsimit dhe të shëndetësisë në veri të vendit. Ne dëshirojmë të ecim përpara me një qeveri në detyrë, por na nevojitet një partner që e kupton rëndësinë e shmangjes së veprimeve destabilizuese, që është i përkushtuar për të avancuar stabilitetin rajonal dhe për të mbrojtur të drejtat e të gjithë qytetarëve të Kosovës. Ne do të vazhdojmë të vlerësojmë veprimet e qeverisë në detyrë. Ndaj kryeministit në detyrë Kurti, vlen kërkesa për të ndryshuar kurs dhe për të pasur një bashkëpunim më të ngushtë me Shtetet e Bashkuara. Ka një të vërtet në përshkrimin që vetë Kurti i bën raporteve mes dy popujve, e që është që ato i tejkalojnë qeveritë. Raportet, marrëdhëniet dhe lidhjet ndërmjet Republikës Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të popujve tonë janë të thella dhe i tejkalojnë qeveritë. Ato janë ndërtuar mbi një histori të gjatë dhe me themele të forta, të bazuara në vlera të përbashkëta dhe arritje të rëndësishme. Ne jemi të bindur se komunikimi i vazhdueshëm, i cili është i rregullt, do të bëjë të mundur që të vazhdojmë të ecim përpara së bashku. Shtetet e Bashkuara aktualisht nuk flasin për masat e tjera pas pezullimit të dialogut të planifikuar strategjik. Mirë po, në rast se nuk ka një reflektim nga kryeministri në detyrë apo kabineti i tij, analistët tonë se mund të ketë ndëshkime të tjera. Nga deklaratë që kemi pa nga zyrtarët amerikanë, nuk përjashtohet mundësia ta edhe kanë deklaruar që mund të kemi ndëshkime të tjera. Ajo se çfarë do të kupton ndëshkime është pak vështirë e parashikueshme, por ajo që mund të lexojmë si në tekst është që ndëshkimet më shumë do të ishin në raport me qeverinë e Kosovës, me ekzekutivin, me kryeministrin, sesa që do të ishin natyrisht me ato që mund ta quajmë me popullin e Kosovës apo me bashkëpunimin strategjik të Kosovës. Raportet mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë si një martesë e gjatë, ndërtuar mbi besim, respekt dhe histori të përbashkët. Si në çdo lidhje, ka sfida, mosmarrveshje dhe tension. Por divorci nuk është e nuk duhet të jetë asnjëherë opsion.